Ndërkohë loja rifillon me këtë rivënie anësore për Bielorusi. Clark Waring dhe 23 minuta lojë deri në përfundim të pjesës së parë, gjithnjë 0 Skocia, 0 Bielorusia. Clark Waring marrin topin Bielorusit. Finje topi që kthehet tek Maya Rogers. U përbëj pra i Skarava që të krijon të kundërshtumin për Bielorusin. Bekoli në krahun e djathtë. Bekoli topi për Jardin. Burchill marrja edhe një herë tjetër Jardin. Bekoli Clark dhe vetëm rivënie fundore ka shoqëruar portierja bieloruse Imkovic. Është Matskevic portierja e Bielorusisë. E cila është edhe kapiteni e skuadrës së Bielorusisë, pra Matskevic me topin ndërduar vjen me qetësi për të luajtur rivënien fundore. E duke sikur kërkon të përfitojë sa më shumë sekonda. Tashmë do të jetë ajo që do t'i japi shkrimin e ridërgimit. Kamera që vazhdon të fokusohet tek portierja bieloruse Matskevic. Finje. Kundërshtumi i Bielorusisë. E vendimi Deborah Annex, faulli, finje dhe kartoni i parë i verdhë që vjen për skocezët. Ndërshkohet finje. Një goditje dënimi ballore, shohim edhe një herë nga përsëritja. Ndërhyrjen e finje. Pranë topit është numri 4. Sharljunak. Një mur për 3 lojtarë skoceze, vendosur nga portierja Maya Rogers. Jemi në minutën 26, vjen goditja Sharljunak, largon Maya Rogers dhe goli i parë për Bielorusin. Në minutën e 26 kalon Bielorusia në avantazh. Do të shohim se cila është autoria e golit. Numri 10 Sinjauskaja, pra goditja e Sharljunak, reagimi Maya Rogers dhe finalizimi i Sinjauskaja në minutën 26, 0-1. Pra, kalon Bielorusia në avantazh. E kalon Skocin ta qarkulloj topin dëndur në fundin e gjysmëfushës së vet dhe fillimin e gjysmëfushës bieloruse, pra si thuash në rrethin e mezit fushës. E mandej me forca të shumta i kanë ngushtuar të gjithë zonat e veprimit. E kundërshturmi ka qenë arma më e fortë aty ku u fituar edhe goditja dënimi. E Bielorusia kështu është në avantazh të 1 goli, Sinjauskaja në minutën 26. Por
Dhe të bëjmë edhe një korrigjim e autori golit të paktën edhe sipas UEFA.com është marrë dhe jo Sinjovskaja. Në minutën e 26. Tjetër goditje dënimi për Bielorusin. Topi me Kogi Waring. Tjetër mundësi ka blokon Maher Rogers. E nisë me shpejtësi për Mekolin. Maher pra autori e golit të Bielorusisë në minutën e 26. Tjetër kundërshturmi bielorusëve. Finja. Nivel janësore për bielorusët. Pra konfirmohet edhe që autori golit është Maher me numrin 18. Përpiqet të ndërtoj presingu skuadra bieloruse. Sinjovskaja. Mekoli. Përsëri Mekoli. Edhe një herë tjetër. Goldi. Nuk arrin godas. Kjo gjuhëtje blokon portierja me Mackiewicz. Minuta 31. Mackiewicz. Ferguson. Waring. Mekoli. Riven janësori për Skocin. Mekoli. Goldi. Ferguson. Nuk arrin të zotrojë McCleary dhe riven janësori për Bielorusin. Jemi në 14 minutat e fundit. Ndërhyrja fundit përsëri e Ferguson në tjetër riven janësore për bielorusët. Kanë rreth 2 minuta që kanë mbetur në të njëjtin pozicion.
Shërëm se kundërsul të Bielorusëve. Ferguson përpiqet të rebejtovi dhe me forcë ka marrë me Kleri. Dal, por kanë mbyllur me herë. Bielorusët e kanë marrë topin Xhardinit. Faul. Vjen lojën në Aneks. Dënimi për Bielorusi në krahun e djathtë të sulmit, por bllokon Maya Rogers tentativën e Sinjauskajës. Ndërkohë ka probleme mbrojtësia e katërkëndurit të Skocisë. Kërkohet dhe ndihma e stafit mjekësor. Nërse gjithë do të mundet të përsërisë edhe një herë golin e Bielorusisë për të konfirmuar edhe një herë se cila është realisht autorja. Midis asaj që thot UEFA dhe çfarë u pa me në sy të lirë. Loja ndërprerë tani më. Asnjë lloj problemi për Maya Rogers. Jep stafi mjekësor që do të vazhdojë loja do të vazhdojë lojën në Maya Rogers. Do të nisë gjithçka me top të diskutueshëm. Deborah Aneks është pranë Maya Rogers, ndërkohë që lojtarët e të dyja skuadrave kanë përfituar edhe për një lloj freskimi dhe janë afruar bankinave të tyre, ndërsa kanë marrë udhëzimet nga McCarthy dhe Shinzikao. Maya Rogers. McCauley që nuk e mban dot topin në lojë. Waring. Në pozicion jashtëruar njëra prej lojtarëve bieloruse, kështu që frenohet aksioni. E rinis gjithçka nga Waring. Finje, Maya Rogers. Përsëri Maya Rogers, Waring. Waring. Rivënjë fundore për Skocinë. Gordi.
Më pas edhe Clark Burchill. Jardin që e lë për numrin Finje, ishte Ferguson. Waring. Përsëri Finje, topi që kthehet tek Maher Rodgers. Waring. Finje. Jardin. McCauley. Edhe një tjetër McCauley. Goldie. Pastaj edhe Jardin me Burchill. E në fund ndërhyn Mackiewicz, vjen goditja parë nga këndi në minutën 39 për Skocinë. Dhe goditja parë për të dy skuadrat, goditja parë nga këndi për të dy skuadrat. E shohim edhe një nga përsëritja. Goditja këndi në krahun e djathtë të sulmit të Skocisë. Ndërkohë Deborah Annex ka diçka për të këshilluar për lojtarët e të dy skuadrave. Jardin dhe 1-1. 1-1 në minutën e 40. Një top që përfundon në krahun e majtë të portierës Mackiewicz barazon Skocia. Goli i dytë i Jardin në këtë raund të parë të kualifikuesve të kampionatit evropian të moshës deri në 19 vjeç në futboll për femra. Pra, një top i shtruar dhe një goditje shpejtme të djathtën me pjesën e jashtme të këmbës të Jardin nga rreth 20-22 metra. Një pra. Koli. Waring. Clark. Pra, 3 gole të shënuar Skocia në 3 ndeshje dhe 9 të pësuar, 1 pikë deri më tani. Topi në duart e Pashku Askaja. Prek topin me dorë, Finje duhet të jetë kujdesshme sepse ka një karton të verdh. 1-2 të lë skuadrën me 10 futbolliste. Dhe tjetër mundësi ideale për Bielorusin. Pran topit përsëri Busik. Është Sharlionak. Për sa erdhi dhe goli i parë. Sharlionak në rivënje fundore, krejtësisht pa adresë.
Jemi në minutën 43, 2 minuta nga fundi pjesës parë, marrë në minutën 26 për Bielorusin dhe Xhardi në minutën 40 për Skocinë, e barazim 1-1 në arenën kombëtare në ndeshjet e fundit të ligës A të kualifikuesve të kampionatit evropian të moshës deri në 19 vjeç në futboll për femra. Xhardin. Topi është në këmbët e bielorusëve. Pritet Hakimi. Niset me njëherë është McCauley, por nuk arrin megjithatë zotron Birchill e ka lëshuar shumë nga këmba dhe e mbyll gjithçka. Mackiewicz. Edhe njëherë topi në këmbët e skocezëve. McCauley. Clark. McCleary. Ferguson. Dhe presim edhe sa minuta shtezo të akordoj gjyqtarja e 4 Petrushe. Waring. McCauley. Waring. Birchill. Do të gjejë pozicionin e gjuajtjes skuadrës skoceze. Edhe një herë tjetër kom Good Ferguson. Por ka gabuar në pasiv dhe ndërkohë Deborah Annex ka kërthirur Clark dhe njërën për lojtarëve bielorusë. Bëhet fjalë për Maher, autori e golit të Bielorusisë. Shalionak. Rosimi, por ka një ndalim të lojës nga Mare Rogers. Ka faul. Ndërkohë ka mbetur dëmtuar Forrest. Waring. Pas topit Maher Rogers. Birchill. Përsëri Birchill. McCauley. Dhe vjen këtu vërshëllima e fundit e Deborah Annex, 1-1 pjesa parë, marrë në minutën 26 për Bielorusin dhe Xhardi në minutën 40, një pushim për 15 minutash e do t'jemi përsëri në transmetim në pjesën e dytë të ndeshjes Skoci-Bielorusi.
Përshëndetje edhe njërë të ndëruar televizikues të radio televizionit shqiptar, jemi në prag të startit të pjesës së dytë, ndërkohë që numri 19 Samoilava bëhet gati për të hyrë në fushën e lojës në këtë zëvendësim të parë të Bielorusisë. Bëhet gati Debora Aneks të japi vërshëllimin e saj me topin e parë nga qendra që do të luajë Bielorusia. Në të konfirmojmë edhe ndërkohë dy zëvendësime edhe tek Skocia, Austin edhe Noble jashtë vijeve kufizuese të fushës. Gjyqtare 4 Pietrushe, pra largohet Ferguson e në loj Austin. Po kështu ka hyrë edhe Noble. E ndërkohë largohet Iskarava e në loj Samoilava. Ja, këto lëvizjet e dy skuadrave. Vjen vërshëllima e Debora Aneks, nis pjesa e dytë. Është larguar Finje, e cila i kishte një karton të verdhë në lojë Noble. Austin i marrin topin bielorusit. Kundërshtim i shpejt, por numri 2 ishte numri 6 për pas Noble. Wering. Noble. Forrest. Nga jashtë brenda e zhvendos lojën në krahun e majt, por pasivi është i gabuar, mberet top në krahun e djathtë, topi është për bielorusit. Austin. Edhe një topi në zotrimin e skocezëve, Austin. Maya Rogers. Wering. Austin. Forrest. Clarke më pas edhe Noble, Maya Rogers. Riven Jansore. Immediate ka zotruar topin brenda vijeve kufizuese. Forrest mund të kishte edhe një goditje dënimi në faullin e shkaktuar nga numri 4 Shaljonak. Austin. Përsëri numri 2 Skocis me topin në zotrim. Nuk arrin me Koli, por i vjen Jansore për Skocin. Jardin, autori e golit të Bielorusisë, të Skocisë. Golli. Me Koli. Dy luftime të forta në gjysmë fushën në skoceze. Bielorusit që këm gullin në krahun e majt, por gjithsesi kontrollon në Maya Rogers.
Waring. Ishte Noble Clark. Edhe njerë Waring. Austin. Topi për Maya Rogers. Clark. Zotro Forrest, më pas McCleary, rivën janësore. Ndërrya Busik, që largon topin. Forrest. Clark. Topin Samoilava. Pasi bi gabuar i saj, por nuk bën më mirë. Clark e rivën janësore për Bielorusin, ndërsa kemi mbritur në minutën e 50 takimit. Gjithnjë 1-1. Afrohet numri 3 Imkovic. Rivënje fundore për Skocin. Maya Rogers. E merë edhe një tjetër Imkovic. Godit dënimi. Shkaktuar faullin nga Samoilava. Burchill. Waring. Faull godit dënimi në këtë ndërhyrje ndaj Austin. Godit dënimi për Skocin. Forrest. Pas edhe Goldie. Burchill. McCleary. Austin shkon deri në fundore. Austin e rivën janësore për Skocin. Tash për shkundërsimi bieloruseve. Nuk shkon topi të kësaj Samoilava. Waring. Pas për portierin Maya Rogers. Clark. Noble. Edhe njerë Clark. Dhe dërëfime Sinjauskaja. Goldie. Austin në të top në thellësi të mbrojtjes bieloruse. Austin. Waring. McCleary. Edhe një tjetër topin në këmbët e skocezë, por
Forrest dhe Xhardi nuk kuptohen me njëra tjetër. Kështu që jemi në rivënie anësore për Bielorusinë. Do e luaj topin Inkovic. Noble. Wearing Maher Rogers. Përsëri Noble. Maher Rogers. Kjo goditje fluturin nga rreth 22 metra shumë larg portës skoceze. Vetëm rivënie fundore për Skocinë. Jemi në minuta 55 takimit gjithë një 1-1. Maher Rogers. Zotron topin Mackiewicz. Ndërkohë, në Elbasan Arena në fundin e pjesës parë, Serbia ka kaluar në avantazh në minutën 45, Mateić nga pika e bardhë 11 metrësh, pra që do të thotë që është në vendin e parë me 9 pikë. E kryeson grupin tani më. Skocia, Islanda është me 4 pikë në vendin e dytë. Bielorusia momentalisht ka 2 pikë e Skocia 1. Kontrollon Mackiewicz. Me goli nuk e zotron dot, kemi rivënie anësore për Bielorusi. Mackiewicz në presionin e bërgjë dhe ka larguar me njërë nga zona vetë. Dësubi i Bielorusisë. E nuk rrinë as të godash dhe as të pasojnë në një tjerë, por ndërkohë kam betur njërë lojtare dëmtuar, vjen edhe faulli nga Forrest ndaj numrit 11 të Bielorusisë. Pershak. Nga 58 një goditje dënimi në pozicion diagonal me portën skoceze, ndërkohë largohet Forrest. E cila ka marrë dhe kartonin e verdhë në vendin e saj. Numri 13 Livingstone.
Pra kartoni verë for. Romuj e sipër largojnë skocezët. Forenc ishte kartoni 2 i verdh për Skocin. Goldi. Topi për Burchill ka të gjithë zonën e veprimit të lirë, ndërkohë që pret Livingstone në zonë, por krosimi është shumë i fortë me Kleri. Pas Noble Wering. Topi për Austin. Goldi. Dela të kundërshum të shpejtë skuadra bieloruse. Imkovic kërkon parabolë dhe goli i dytë për Bielorusin në minutën e 60. Imkovic që gjen krejtësisht të papërgatitur portierën Maher Rogers, merr pjesën e brendshme të shtyllës së djathtë pingurit të portës skoceze dhe topi që përfundon në rrjedhë dhe 2-1. Pra Imkovic Marr në minutën e 66, Imkovic në minutën e 60 dhe Gjardin në minutën e 40, barazimi i skocezëve. Një goditje me të brendshme, me pjesën e brendshme të këmbës së djathtë, topi që prek shtyllën dhe përfundon në rrjedhë, atje ku Maher Rogers nuk mund të arrijë. E nin stopin nga qendra Skocia. Jardin. Wering. Noble. Clark. McCleary. Ja marrin topin në bieloruset. Por gjithsesi rivënie anësore për skocezët. McCleary. Përsëri rivënie anësore për Skocin. McCleary. Dhe një tjetër, 3 rivënie anësore rradhazi për Skocin në të njëjtin pozicion. Clark. Nisën Bielorusia në kundërshtim, por mbyll gjithçka. Noble madje ka kërkuar dhe faull në atë ndërhyrjen e numrit 19 Samoilava. Rivënie anësore për bieloruset. Edhe një herë tjetër autore e golit 2 të Bielorusisë me topin ndërtuar Imkovic. Samoilava. E nis me shpejtësi Skocia topin. Clark. Por ka një vëshëllim të Deborah Annex nga nxitimi për të rivën topin me njërë në lojë, ka shkaktuar, e ka bërë gabim rivënie anësore me Clark. Ka një përplasje, një lojtare bieloruse ka mbetur i dëmtuar në përplasjen me Clark jashtë vijave kufizues të fushës. Ndërkohë që është ngritur dhe ka hyrë me njërë Samoilava.
Goldi. Edhe njërë Goldi. Wering. Gjardin pretendo për goditje dënimi, por ka vazhduar lojën. Ka vazhduar lojën Deborah Annex. McCleary. McCleary lirohet mirë. Livingston. Por faul, goditje dënimi. Ndërkohë dhe kartoni verdh i pari për Bielorusin është për Maher. Pran topit Mekoli dhe Gjardin. 1:65. Gjithje 2-1 për Bielorusin. Mekoli. Topi për plasët të morë dhe njërë tjetër Mekoli. Gjardin. Gold. Austin. McCleary. Austin. Rivën janësore. Austin. Përsëri Wering. Vjen dhe Noble në krahun e majt, në fundore Noble, por nuk arrin të Livingston të çojë topin në rrjet në portë dhe bosh Hatice. Në minutën 67 edhe një herë tjetër këmbgul Skocia Wering. Austin. Clark. Topi për McCleary. Austin. Gjardin. Burchill shkakton faul. Ndërpritet loja, jemi pra 68, 22 minuta deri në përfundim takimit. 2-1 marrë në minutën 26, Imkovic në minutën 60 për Bielorusin dhe Gjardin në minutën 40 për Skocin. Dhe Bielorusia që po shkon kështu deri në këtë moment, deri fitores së parë dhe qëndrimit në Ligën A, së bashku me Serbinë dhe Islandën, ndërsa Skocia nëse ky rezultat mbetet i pandyshuar, por dhe me barazim zbret në Ligën B në raundin e dytë. Faul shkaktuar nga McCauley.
McLeary. Jardine. Livingston. Por pozicioni është luar. Krijohet sulmi veç se luan mirë mbrojtja bieloruse. Kamera fokusohet tek Burchill. Godi rivënie fundore për skocezët. Livingston. Shkakto faul për plasje me njërën nga qendërmbrojtëse të bieloruse Livingston. Rinis lojë me këtë goditje të lirë për Bielorusin. Rojmë pozicionin. Goditja e numri 10 Sinjauskaja. Ndërkohë ka përplasje mes lojtarëve, por gjithsesi gjithçka e qetë. Momente tensionit të lishme për Skocinë. Por Burchill, më pas edhe me koli Burchill, grushton në 2 momente Mackeviç, e ndërkohë Burchill që shkakton faul ka goditje dënimi përsëri për Bielorusin. Mackeviç. Edhe njërë topi zotërohet nga skocezët Clark. Topi për Noble. Gold. Topi për Waring. Burchill. Është më shpejt Mackeviç. Mackeviç. Austin po nuk e zotron si duhet. Në duhet shpejtësie me Sinjauskaja. Rivënie anësore për Bielorusin. Një tjetër. Faul shkaktuar nga Goldi, goditje dënimi për Bielorusin. Afrohet Charlionak.
për të harkuar. Sharlionak. Drejtë rëduar dhe portieres Maya Rogers. Guldi. Birchill. Birchill në këtë duel shpejtësi e zotër mirë topin. Birchill. Më pas vjen edhe me koli. Largon mbrojtja bielorusse. Waring. Austin. Përsëri Waring. Noble. Clark. Clark në këtë harkim dhe vjen goditja dytë nga këndi për Skocin. 2-0 goditja e këndit, 1-2 shifrat e goleve. 2 kartonat verdh për Skocin dhe 1 për Bielorusin. Janë këto shifrat. Clark. Clark harkimi në zonë, largon mbrojtja bieloruse. Kom gule dhe njërë tjetër Goldi. Mundohet Skocia ta mbajtë mbërthyer në zonën e rrepsisë skuadra bieloruse Maya Rogers. Mirë po Bielorusia ka qenë më cinike në sulmet e saj. Ka ditur kur ka goditur. Goldi. Kjo goditje e Noble vetëm rivënje fundore. Shkon kështu dhe ky moment, ndërkohë moment zëvendësimi. Largohet pra Karashak dhe në lojë është numri 7 Uzun në minutën 77. Zëvendësimi i dytë. Edhe i topin në zotrimin e skoceze. Maya Rogers. Noble. E nuk e merë si duhet Jardin. Edhe njërë tjetër ishte Livingston në fakt Noble. Noble. Foul godit dënimi. Waring. Jardin. Jardin në këtë goditje dhe Matskevish bën mrekullin me topin që po i drejtoi tërkëndësit të majtë portës bieloruse. E devijon arbitra dhe goditja e tretë nga këndi për Skocin. 3-0 goditja e këndit. Shohim edhe një herë tjetër Jardin e Matskevish. Waring. Mbetet në zonën e rrepsisë bieloruse, topi largohet me vështirësi. Rivënia është për Skocin.
Godi dënimi për Bielorusi, ka këto faul Mekoli. Ndërkohë, i lojtarë kanë mbetur dëmtuar, afrohet Debora Anex. Por dhe afrohet dhe stafi mjekësor i Bielorusëve. Ka mbetur dëmtuar për Sharlionak. E kthehen skuadrat në fushën lojës, jemi në minutën 80 takimit. Dhe 10 minuta deri në përfundim të sfidës. Mekoli. Noble. Waring. Austin. McCleary. Gold. Përsëri Waring. Edhe një tjetër. Noble. Mekoli. Ajnë topin Bieloruset. Por e dorëzon shumë shpejt Waring për Maher Rogers. Waring. Goldi. Livingston në fundori, Livingston, por ishte numri 23 Sim Kamirava që largon topin. McCleary. Goldi. Mekoli. Mekoli topi që shkon dhe ndërhyn edhe një herë tjetër. Mackevish e shpëton Bielorusin për të dytën herë nga psimi i golit. Vjen goditja e 4 nga këndi për Skocin. Largohet Mekoli dhe në lojë është numri 19 Bates. 83 minutë. Largohet me forcë nga zona e tyre topin bieloruset. Maher Rogers. Riveni Ansore, e përse topin të Taraduda. Jardin. Austin. Austin për nuk merret vesh me pjesën tjetër skuadrës, kështu që kemi rivënje fundore për Bielorusin. Mackevish.
Mackiewicz. Austin. Ti vjen është për Bielorusit. Clark. McCleary. Gabon në pasim. Tash për momenti kundërshtuar të Bielorusisë. Por dhe ato e dozojnë shpejt topin edhe zotrohet gjithçka nga Waring. Noble. Nisët kështu Imkovic Goldi Waring Jardin Përsëri Jardin Noble Churchill I drejtohet zonës, por ndërhyrja fundit e mbrojtjes bieloruse dhe vjen goditja e 5 nga këndi për Skocin, që mbetet kështu në kërkim të barazimit. Arkimi në zonë, nuk godet askush, ndërkohë që Waring pretendon dhe për faull, në rrëmujësi për Clark, vetëm rivënje fundore. Mackiewicz Topi gjatë Clark mirë Livingston për goditja në shumë për të dëshiruar vetëm rivënje fundore për Bielorusin. Mackiewicz Topi për McCleary Austin McCleary përsëri Austin Waring në këtë top të gjatë. Livingston.
Livingston bitraur e Porzës. Mackeviç e shoqëron, por Parzic. Janë disa lojtarë tek Skocia që e godasin portën nga distanca mbi të gjitha Gjardin, ndërkohë zëvendësimi i radhës tek Bielorusia. Largohet pra Samoilava dhe në lojë është numri 8 Bucikovic në minutën 89. Zëvendësimi i tretë edhe tek Bielorusia. Jemi në minutën e fundit të takimit. Mackeviç me tokën ndërduar. Do shohim edhe sa minuta shtesë do ta akordoj gjyqtarja 4 Geglatina Pietrushi, ndërkohë që delegati UEFA ka qenë italianja Silvia Spinelli. Clark. Wering me kokë, disi me vështirësi. Ishte dhe Bates. Imkovic. Akimi saj Imkovic e drejtën në duart e Maya Rogers. Maya Rogers. Bates. Ose të nësi duhet largon mbrojtja bieloruse. Për pas Wering. Ka pozicion jashtë loje, tjetër zëvendësim. Pra, numri 21 Mikailava. Në 2 shtesë, zëvendësimi i 4 i Skocis, i Bielorusis. Ka zënë vendin e Imkovic. Rivënjë fundore për Bielorusi. Mackeviç. Kundë sulmi Bielorusis. 2 numër 7, pra Uzun dhe Wering, rivën janësore për Bielorusin. Një goditje e parë nga këndi për Bielorusin. 5-1 goditje e këndit për Skocinë. Pozicioni është loje, thotë Deborah Annex. Maya Rogers.
Tjetër pozicioni është loje, ndërsa jemi në minutën e 4 shtesë, ndoshta ndërsulmet e fundit të Skocisë për të marrë të paktën barazimin. Janë 2 topa në fushën e lojës. Maya Rogers gabon në këtë rivojnë topi dhe mundësia kundër sulmi për Bielorusi, për e mbyll Waring. Tjetër godit dënimi për skocezët. Dhe vjen vërshëllima e fundit e Deborah Annex 2-1 për Bielorusin. Majer në minutën e 26, Imkovic në minutën e 60 dhe Gjardin në minutën e 41. Bielorusia në kuotën e 4 pikëve në vendin e tretë. Ndërkohë që Skocia në vendin e fundit me asnjë pikë dhe përjelloi zbret në ligën B në raundi e 2 të kampionatit evropian të futbollit të femrave. Serbia ka fituar ndaj Islandës 2-0, Islanda që mbetet në kuotën e 4 pikëve, pra Bielorusia dhe Islanda me 4 pikë, Skocia vetëm 0 pikë, Serbia 9 pikë në grupin A7. Këtu i vjen fundi transmetimit ton, miru të gjofshim në transmetimet e ardhshme.